bashkimi dhe uniteti. Dhe ky 28 nëntor, çka është përvjetor, duket me qenë përditshmëri tek ne, në mënyrë që shpeshherë na rifreskojnë zemrat tona, ndjenjat tona, mendjet tona, në mënyrë që të kontrollojmë veten ndonjëherë sepse dalim shpesh prej shinave dhe harrojmë se kush jemi dhe kush duhet të jemi në realitet, dhe cili ishte misioni dhe për çka ato sakrifikuan që ne të na shohin të bashkuar, që ne të na shohin afër me njëri tjetrin, që ne të na shohin sa më tepër të dukemi me njëri tjetrin, dhe jo sa më tepër të ofendohemi e të shahemi me njëri tjetrin, Zoti na ruaj. Dhe për fund, së bashku kemi emanet dhe përgjegjësi para Zotit që të punojmë për paqen e popullit tonë, të punojmë për afërsinë e popullit tonë, të punojmë për mirësinë e popullit tonë, të punojmë për atë dashuri së bashku, sepse është emaneti i Zotit Dhul Xhelal. E përmbyllim me thënien e parë të Vehbiti për Zotin Mëshiroft, i cili tha se dashuria dhe puna dhe liria e popullit është emaneti i Zotit. Çdo kush i cili e mbron këtë, e ruan këtë, punon për këtë, padyshim që është në rrugë të Zotit. Allahu na bëftë të tillë ya Rabbel Alamin.